Sot, kishat në botë po mbajnë adhurimin ditën e parë të javës. Megjithatë, duhet të pyesim veten, a është kjo dita e adhurimit që ka caktuar Perëndia? Kur e kuptojmë këtë, mund të dallojmë nëse kisha po ndjek të vërtetën e Perëndisë ashtu siç është, apo nëse po ndjek mashtrimin që është si barrat e këqija. Në Bibël është shkruar, mbretëria e qiejve është një vend ku mund të hyjnë vetëm ata që bëjnë vullnetin e Atit. Atëherë, duhet të dallojmë se cila kish ndjek vullnetin e Perëndisë apo jo. Në fakt, Bibla na mëson se e diela kur u ringjall Jezu Krishti ishte dita e parë e javës. Marku kapitulli 16, vargu 1. Si kaloi e shtuna? Cila ditë mbaroi? Kur mbaroi dita e 7. Maria Magdalena dhe Maria, nëna e Jakobit, dhe Salomeja blen aroma për të shkuar të vajosin Jezusin. Në mëngjesin e ditës së parë të javës, shumë herët, do me thënë ditën pas ditës së 7, shabatit, ato erdhën te varri kur po lindte dielli. Dhe thoshin në mes tyre, kush do të na rrokullisë gurin nga hyrja e varrit? Por, kur ngritën syt, panë se guri ishte rrokullisur, megjithse ishte shumë i madh. Hyn, pra, në varr dhe pan një djalosh që ishte ulur në të djathtë, të veshur me të bardha, dhe mbetën të trembura. Dhe ai u tha atyre, mos u trembni. Ju kërkoni Jezusin Nazareas që ka qenë kryqëzuar, ai u ringjall, nuk është këtu, ja vendi ku e kishin vënë. Këto vargje gjithashtu përshkruajnë skenën ku Jezu Krishti u ringjall ashtu siç është. Ringjallja e Jezu Krishtit ndodhi të dielën. Lidhur me këtë fakt, Ungjilli e Mateut, Markut dhe Lukës janë të regjistruar kështu. I ashtu quajturi adhurimi së dielës i sotëm nuk përcaktohet si dita e shabatit në asnjë nga 66 librat e Biblës. Kjo ndodh sepse Bibla thot qartë se dita e shabatit është dita e 7 dhe dita kur u ringjall Jezusi ishte dita e parë. Prandaj, dita e parë nuk mund të jetë kur dita e shabatit. Që nga krijimi i botës, Perëndia shenjtëroi ditën e 7 dhe e caktoi atë të ishte një ditë bekimi. Megjithatë, të gjitha kishat në botë sot e mbajnë adhurimin të dielën dhe jo të shtunën. Duke ju drejtuar Eksodit kapitullit të 31, le të shohim se çfarë premtimi na ka dhënë Perëndia nëpërmjet Biblës në lidhje me ditën e 7, shabatin. Eksodi kapitulli i 31, vargu i 13. Fol edhe me bijtë e Izraelit duke u thënë, tregoni kujdes të madh për të respektuar. Cilat shabate duhet të respektojmë? Shabatet e Perëndisë. Ju duhet t'i respektoni. Të shtunat e mia, sepse është. Çfarë do të jetë kjo? Një shenjë midis meje dhe jush për të gjithë brezat tuaj, në mënyrë që të njihni se unë jam Zoti që ju shenjtëron. Do të respektoni, pra, të shtunën, sepse është. Çfarë është për ne? Është një ditë e shenjtë për ne. Për ju një ditë e shenjtë, kush e përdos atë? Çfarë u ndodhi atyre në kohët e beslidhjes së vjetër? Ata do të dënohet me vdekje, kushdo që bën atë ditë ndonjë punë, do të shfaroset nga gjiri i popullit të tij. Do të punohet 6 ditë, por dita e 7 është e shtuna e pushimit, e shenjtë për Zotin. Kushdo që do të bëjë ndonjë punë ditën e shtunë do të dënohet me vdekje. Sipas Biblës, Perëndia thotë se dita e shabatit është një shenjë midis Perëndisë dhe popullit të tij. Perëndia po na thotë se ai e shenjtëron gjithë njerëzimin dhe i lejon ata të lindin përsëri për t'u bërë gjithnjë e më shumë popull qiellor përmes çdo dite të shabatit. Për këtë arsye, në kapitullin e 13 të Nehemias është shkruar se përdosja e ditës së shabatit përshkruhet madje si një gjë e keqe. Sipas Biblës, ofertat e para të njerëzimit ishin oferta e Abelit dhe oferta e Kainit. Perëndia e refuzoi ofertën e Kainit, por pranoi ofertën e Abelit. Edhe në tokë sot, adhurimet të panumërta i ofrohen Perëndisë në qiell çdo javë. Megjithatë, ne duhet të konfirmojmë nëpërmjet Biblës se cili adhurim është i pranueshëm për Perëndinë dhe i pëlqyeshëm për të.